Vendimi për mbylljen e rrjetit social TikTok në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama thosë se është marrë me 65.000 prindër dhe mësues. Pashtu kreu qeverisë thosë se kompania do vinë në Shqipëri. Kjo për të paraqitur qoftë një sërmasash për rritjen e sigurisë për fëmijët, përfshirë dhe në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, ministri i Arsimit Orgerta Manesterliu tha se kufizimi do të jetë për një kohë 12 mujore, ndërsa aksesi do të ndërpritet brenda javës. Nga ana tjetër, Sali Berisha ka thirrur një protestë kombëtare kundër mbylljes. Teksa e cilësoi si një akt censurore, demokrati Berisha ftoi të gjithë të rinj që t'i bashkohen kësaj proteste historike që do të mbahet më 15 mars. Ftoi të gjithë të rinj qytetarë të nisin betejën për çlirimin e TikTokut më 15 mars, protestë kombëtare përpara kryeministrisë. Një protestë ku do të kërkohet anullimi i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Të gjimnazistët dhe prindërit të mos bëhen preje mashtrimit. Vdekja tragjike e Martin Canit nuk kishte asnjë lidhje me TikTokun. Edi Rama sot firmosi mbylljen e TikTokut, u shpreh Berisha ndër të tjera.